Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të thjeshta të cilat ne u rritëm me të. Turlia verore është ajo receta që shijon shumë, përgatitet shpejt edhe për ju fillestarët që nuk keni as dëshirë të gatuani, as kohë të qëndroni për orë të tëra në kuzhinë. Kjo është idealja dhe e përshtatshme për të gjithë familjen. Në një tigan të thellë ose tenxhere do shtojmë vaj ulliri, një qepe prerë holl, 2 patullxhan të prera holl, varet nga masia e tyre, 3 speca jeshile dhe të kuqe dhe bamje të prera gjithashtu. Do vazhdojmë skuqjen derisa të bjerë volumi i perimeve dhe ato të zbuten. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Do shtojmë aty 3 domate dhe 2 luk salcë domate, krip, hudhër dhe piper të zi. Do vazhdojmë skuqjen derisa domatet të zbuten. Dhe pasi janë gati, do shtojmë 1 gotë ujë. Dua t'ju kujtoj se nëse keni dëshirë, është kënaqësi e madhe për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Do ta lëm të zjejë për pak minuta derisa të shteroj uji dhe masa të trashet pak, dhe siç e pat nuk ka recetë më të thjesht se kjo. Nëse ju kishe dalë nga mendja, ju ftoj ta provoni, ta përgatisni dhe të gjithë do të kënaqen. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë kohën që i kushtoni kanalit tim. Dëgjohemi në recetën e radhës.